mja qelë derën një njeriu i cili ka ngel i vetmuar. Nuk ka ma mirë ditën e Bajramit se sa ka. Sot bashkimi edhe lezeti i kësaj jete është bashkimi familjar. Në këto qaste të Bajramit, që shtyra e muslimanit. Një agim i qetë zbardh vendin tonë. Zëri i butë i ezanit përhapet gjithandej, duke shpallur fundin e muajit të agjerimit, sakrificës dhe reflektimit. Në rrugicat e çdo qyteti dëgjohen hapat drejt xhamisë, rrugët mbushur me njerëz të buzëqeshur, teksa duart shtrëngohen me përshëndetje të ngrohta për urimin e Bajramit. Pas një muaji sakrifice dhe ibadetesh, festa e Fitr Bajramit troket në dyert tona për të na njoftuar për përfundimin e muajit të Ramazanit. Në çdo shtëpi ndezet një dritë më e ngrohtë. Është dita e festës dhe e lumturisë. Është dita kur fëmijët presin ëmbëlsirat, prindërit presin përqafimet dhe gjyshrit presin të shohin të gjithë së bashku. Festa e Bajramit është ndjenjë që se përshkruan dot as 85 vjeçari Nexhmi Kryziu. Ai tregon se si e pret festën e Fitr Bajramit. Ditën e Bajramit vim heret në xhami e pritëm me fal namazën e sabahit, e pritëm namazën e Bajramit, dalmi pej xhamis edhe një 10-15 minuta bojmë Bajram me shok, me koqi këtyn në bër xhamis. Me të gjithë, se ka dhe të fshatrave. Edhe fillojmë shkojmë në shtëpia. Atje na pritin familja, në derë të hymjes, me bon Bajram, me matë voglin të matë vjetrin, ulemi, pim dishka, hom dishka omëll për Bajram që është adetit e na. Edhe që të bojmë sila Bajramit, shkojmë në koqi. Bojmë Bajram me koqi të parë. Megjithatë, kjo festë ka një histori po as të largët as që dhe të bukur. Resul Efendi Rexhepi tregon se festa e Bajramit është bërë festë e veçantë për besimtarët musliman. Ç'është e vërteta, muslimanët i kanë kryesisht dy Bajrame, i kanë dy festa. E kanë Fitr Bajramin dhe Kurban Bajramin, të cilat në popull ma shumë janë të njohura edhe si Bajrami i Madh dhe Bajrami i Vogël. Në të vërtetë, me qenë se besimtari gjatë kohës së Ramazanit, fal agjërimit të tij, abstenimit të tij nga të ushqyerit, nga pijet, nga epshet, ai në një mas të konsiderueshme arrin në gradën e engjëjve, arrin në gradën e melaqeve të Zotit Gjellëshanu. Prandaj, me të mbaruar muaj i shenjtë, i bekuar i Ramazanit, besimtari sikur i kthehet normalitetit, natyrshmërisë së tij, të cilën e ka pas edhe para Ramazanit. Pejgamberi alayhi salatu vesselam, kur kishte shkuar në Medinë, ai një ditë kishte has se banorët e Medinës loznin, arktoheshin, lumturoheshin në mënyrën e tyre. Dhe nga korreshtja e tij, si çdo herë, pejgamberi alayhis salam i pyetën: "Ç'është kjo që po bëjnë këta njerëz? Pse këta po veprojnë kështu?" Të pranishmit, dikush nga të pranishmit i tha: "Ja Resulallah, këta i kanë disa ditë, feste, në të cilat luajnë, arktohen, buzëqeshin, të tilla raste që i bojnë ata." Pejgamberi alayhi salatu vesselam, dhe këtë e transmeton Enes bin Maliku në formë shumë të vërtetë, atëherë ju tha të pranishmëve: "Zoti Gjellëshanuhu, këto ditë, argëtimi që ju po i bëni, ja u ka zavendësuar me dy të tjera, Idul Fitr dhe Idul Adha. Ja u ka zavendësuar me Bajramin e Madh
dhe me Bajramin e vogël. Ditën e Bajramit, engjëjt në numër të pakufizuar zbresin e tonë. Me laqet i shoqërojnë besimtarët ku do që t'janë ata. Ka do që t'sillen ata, me laqet i shoqërojnë besimtarët. Ndërkaq, Zoti Gjellëshanuhu në një hadithi kudsi ka thonë, ju kom urdhëruar të agjëroni Ramazanin dhe ju e agjëruat. Ju kom urdhëruar ta falni Bajramin dhe ju këtë e bërët. E tani, kthehuni në shtëpi, të pastër nga gjunahet dhe krejtësisht të falë. Ka ma mirë se me arrit gradën që Zoti Gjellëshanuhu neve me na falë. Besimtarët në këtë fest e presin fillimisht me faljen e namazit të Bajramit, për të vijuar më pas me mënyra të ndryshme të kremtimit të kësaj feste. Agjërimi i Ramazanit është njëra prej 5 shtyllave të fesë islame. Prandaj, kur besimtarët e kryen një obligim të tillë, natyrisht se meritojnë t'i gëzohen kësaj feste dhe meritojnë ta gëzojnë këtë moment sepse para Zotit Gjellëshanuhu kanë shpresë të madhe se do të dalin nga dhimbtar. Në qoftë se i referohemi aspektit juridik të Bajramit, atëherë atë në literaturë e gjejmë se është i kategorisë vajib, do me thonë është detyrim. Dhe karakteristikë kryesore e kësaj feste është se besimtarët fillimisht e falin namazin e Bajramit. Dhe me te ju hapën dyert e lumturisë, dyert e gëzimit, dyert e ahengut dhe krahas kësaj mundohen që t'i lanë krejtësisht anash për qarjet, mosdurimin, ndonjë hatërmbetje e të tilla raste. Kur jemi të Bajram, duhet të themi edhe këtë se si kategori ligjore, Bajrami është normuar që në vitin e parë të kalimit të pejgamberit alayhis salam në Medine. Mirë po, gjatë vitit e parë, muslimanët në krye me pejgamberin alayhis salatu vesselam nuk ja kanë dalë që ta festojnë Fitr Bajramin. Këtë e kanë bërë për herë të parë në historinë tonë islamet nga pejgamberi alayhis salam me këndej, për herë të parë pejgamberi alayhis salam e ka falë Fitr Bajramin në vitin e 2 të hijretit dhe atë në Medine. Kjo fest që sjell lumturi dhe gëzim lidhet ngushtë edhe me vizitat familjare. Në veçanti, besimtarët i kushtojnë rëndësi kremtimit të kësaj feste me vizita tek njëri tjetri. Imami me përvojë afër 50 vjeçare, Ismail Lohiu, në rrëfen se si ishte kremtuar festa e Fitr Bajramit në të kaluarën. Aty gjemat ka pasur kur tash në përsin që i bëhat. Gjamia si zajke edhe kona dha bori për jashna, filat në 2 onë gjamis edhe për mes gjamia. Kër e falë shumë Bajramin, dalë shumë e najshëm, një knasqi aty, të bim, lujshin, këcejshin ka pak, edhe qëqin me guri, a di që ke qikje me guri, mëra peshit, thëvejnë qëqin me guri, edhe ka pas dikush me da kual ka here i luj ka një, ta na u shkepshëm, janë një sahat neshëm aty. E shkojshëm të shpia, bëjshëm Bajram me familje, dalëshëm 17 shpi kemi pas kojshi që mi dalë me bo Bajram të secili, familjarisht kështu, e u kthejshëm, hangshëm sil, të vënaj, ja preqëm musafer, ja shkojshëm diku. Për knasqi, atëherë në kohën për para, gjithë shka ka pas lezet ma shumë, thëmë këtë gjuhën që edhe se anë turqisht lezet, ka pas shije, lezet, ka pas shumë ma shumë, edhe se konë fukarallak.
Tash çaja mund nga kryesore, tona të mirat janë, po çaja mund nga kryesore, sa është mira si kokër kundra atëherë. Ai thotë familja është bukuria më e madhe e festës së Bajramit, por dhe jetës në përgjithësi. Krejt kënaqësia u kanë me prit Bajramin, me shku me fal, edhe me u kënaq familjarisht, me bashku, edhe me bë Bajram. Nuk kanë ma lezet se u kanë familje. Jemi kënaq kur jemi taku, kur kemi bë bisedë, kur jemi shku të njëri tjetrit. Nuk na ka interesu pasunia që shumë sa na ka interesu me shku me nejt njëni me tjetrin edhe me bo Bajram, me bo njëni tjetrin vlla. Kjo kanë kënaqësi. Kjo pasunia është nevojë, por nuk është kënaqësi, nuk është gjithçka. Shija e familjes është kur je mirë me prind, kur je mirë me familje, kënaqësi, kur je mirë me kojshi që kënaqesh, zemra është e kënaqshme, jo syni, po zemra është e kënaqshme kur ti pajsh familjarisht të shkollë. Niftare këtu kënaqësi, të 60 vjet niftari kemi bërë në atë kohë. Sot bashkimi edhe lezeti i kësaj jete është bashkimi familjar. E tha një fjallë, sukur gjella pa kryp, qashtë është jeta pa familje, pa bashkim. Ku ka familje, ka që ka dush, ku s'ka familje, s'ka kur gjo. E këtu njëherë, jënë kanë familje, na i kemi pas, e prapashtica kanë 120 shpi, po jënë ardhe pe Mareci, jënë ardhe pe Këqëkolle, ata me shtu kur arshin e jasheshin, kanë blazin, arshin e jasheshin, tonë kanë jeshuë, e që konë kënaqësi e madhe kur jemi të bo. Resul Rexhepi na tregon se si duhet të filloj dita e festës së Fitr Bajramit. Tradita që ne kemi ba, tash e sa vite, tash e sa shekuj, po madje edhe ne shqiptarët, tash e 6 shekuj, e kultivojmë këtë tradit. Kjo tradit, e dini si fillon? Se cili prej nesh, në familjen e vetë, në gjirin e vetë familjar, zgjohet ma herët se ditëve tjera. Edhe fillimisht pastrohet, e pastrohet krejtësisht trupin e vetë. Nuk mjafton vetëm me një abdes, po pastrohet krejtësisht. Kjo është e para. E dyta, besimtari pas kësaj parfymoset, se ja vlen me hyrë në kallaballak me një aromë e cila tërheq për të mirë, e jo e cila të ngasmon nga e keqja. Para se me shkue në xhami, është mirë dhe tash parë Zotit i kemi këto kushte, është mirë që me u ëmbëlsuar pak me një kokër hurme, ose me 3, ose me 5, tek. Me pak hurme me u ëmbëlsuar. Kjo vlen për Fitr Bajramin. Do thënë, ja vlen pak me u ëmbëlsuar, tani me shkuar në xhami. Ndërkash për kur bon Bajram, nuk bon. Pas kësaj, besimtari është i obliguar që për festët e Bajrameve, 2 Bajrameve, me i vesh teshat më të mira ku i ka, më të bukura ku i ka. Dhe me e ditë dhe familja, se sikur ne tjerët, edhe ky sot pas ka fest. Dhe se sot ka me shku në xhami, dhe se në xhami ka me falë fillimisht sabahin, se nga njëherë njerëzit tonë shkojnë vetëm për Bajram. Nuk është traditë e mirë. Duhet me shku me falë sabahin, se falja namazit të sabahit për ne është farz, obligim, i patjetërsueshëm. S'bon në asnjë mënyrë me elan. Pastaj, pasi ta falim namazin e sabahit, do ta falim edhe namazin e Bajramit. Si që përmenda ma herët, po e përsëris për shkak të peshës, falja e namazit e Bajramit, ditën e Bajramit, që përbën për 2 rekateve, është e kategorisë vajgjib, detyrim. Prandaj, edhe ne me kënaqësinë më të madhe e bëjmë këtë. Pastaj besimtari
Këtu do të përmendja rastin e pejgamberit alayhi salatu vesselam, i cili me rastin e bajrameve e vishte një gjyve të kuqe. Dikush e kishte sjell si dhurat nga një vend jo dhe shumë i afërt atje, po të cilën pejgamberi alayhi salam e ka konsiderue si teshën më të mirë që e ka. Dhe ju thoshte shokëve, thoshte sot e vesha gjyvër e kuqe, më të mirë s'kom. Prandaj edhe e vesha këte. Do më thonë, nga kjo tradit pejgamberiane, marrim edhe ne mësim dhe kur vjen momenti i bajramit, edhe ne i veshim teshat më të mira, po them parfymosemi, shkojmë në xhami. Është mirë, është sebab, që gjatë rrugës derisa shkojmë në xhami, me marrë tekbire, me thonë Allahu Ekber, la ilaha illallah, vallahu Ekber, velillahi l'hamd. Këto mos mi janë da të kohë. Pasi të dalim nga xhamia dhe të shkojmë në shtëpi, duhet të bëjmë bajram me antarët e familjes, me prindët nëse i kemi gjallë, me bashkëshorten, të bëjmë bajram me evlatët tonë, të bëjmë bajram me akraban tonë, me të afërmit tonë. Mirë është me shkue. Unë e përkrah idenë që me shkue edhe në Varreza. Edhe atyre m'ja u dhani selam. Edhe atyre m'ja u kënduar një elham. Në qovë se rastësisht e lexon edhe Jasinin, është ku ma mirë. Vizita tek të afërmit vlerësohet si një prej veprimeve më të mira që mund të bëhen gjatë ditës së Fitr Bajramit. Një prej komponente më të rëndësishme është vizita e të afërmit. Edhe këte falë Zotit, falë Allahu Gjeleshanu, populli janë e kultivor, dhe vazhdon të kultivoj edhe ma tepër. Është pa tjetër, duhet vizituar komshi, duhet vizituar të afërm, akrabar, duhet vizituar ato sebepet që i kemi gjithandej në për lagje, në për qytete, në për fshatra, kudo që i kemi, pa tjetër duhet me vizituar. Në qoftë se shkojmë e vizitojmë edhe ndonjë skamnor, po është e pa përshkrueshme nga mirësi. Në qoftë se e vizitojmë ndonjë plak të vetmuar, është jashtëzakonisht e dobishme, është jashtëzakonisht mirë, është jashtëzakonisht e shpërblyme nga i madhi Zot, që se vapi madh bros. Mja qel derën një njeriu i cili ka ngel i vetmuar. Nuk ka ma mirë ditën e Bajramit se sa ka. Imami Ismail Nohiu thot se për shkak të kohës dhe regjimit të asaj kohe, festa e Bajramit ka qenë një port e mirë për ta kultivuar Islamin. Faktikisht në sistemin kur jem ka në një 17 vjet imam, o ka një sistem komunist, o ka në peja gështirë, e të na majtë me që ty në të hejëshu Bajramin, që është Bajramin. Bajramin për para kanë kuptu një fest, bajegit madhe, një fest bajegit mirë, bashkim, më bashkue, më knaq, me shku të njëni tjetrit, me jauru Bajramin. Po imam t'i kanë dhënë zërë më shpari, atë me forcu në besim, me besu një Zot, edhe me konë besimi sinqert. Mas besimi, edukata morali, sjellja me familje. Qysh mu sjell me familje, qysh mu sjell me shoqëri, qysh mu sjell me të në të mirat, me bo njerin si njeri të eduku. Mas shumë të këtu të nej, se për para ka pas njerë që për namaz ka folë që ashtu qysh e ka ditë, po u konë interesum me të regu që ka është familja, që ka me besimi, që ke u konë ma interesant. Aqë sa kanë më njeri të nej londë, të nej më vore qëfar temi ke marë, qysh. Në këtë fest, vend të veçantë i kushtohet edhe fëmijëve. Arshme i pejka tunde këtë në gjamit janë njëves, e shkojshmi, e në thëmija neve në adhonshën në pare, fukarallaki, s'ka me madhe o konë, u gëzojshmi. Po u dusht atëherë thëmive me ju bledi qka, me gëzu, me ju qitë amelshina, që me të regu që kjo fest muslimane, duhet mës me harru, duhet me kënaq, duhet me shku mirë, u dëshke me blet tesha me atë mundësin tjetër, edhe me jo qitë atë amelshinat, me i rahatu, atë me i qitë që ashtu të shka manë. Është mirë me i marë fëmijët në xhamia atë ditë.
Edhe ata le të shohin çka bojnë ma të rriturit. Çka po thot hoxha? E kështu me radhë. Kjo është traditë të cilën besimtarët duhet me kultivue. Është mirë që fëmijët sidomos me i gëzue me ndoni sheqer, me i gëzue me nej lek, me nej mja u dhonë dhe një euro mja u dhonë, se ata fëmijën e gëzohen për atë. E sot është momenti që duhet ne t'i gëzojmë ata. O sot mi gëzu, o kur mo. Besimtarët musliman festojnë Fitr Bajramin këtë të diel dhe njëkohësisht shënojnë përfundimin e agjerimit të muajit të Ramazanit.